Deri me tash e kem pa që zoti Kurti nuk dëshiron marrëveshje politike me partitë të tjera parlamentare në Kosovë. Por dëshiron që më shumë të formon institucionet me partnerët e tij. Do të thotë as me Partinë Demokratike të Kosovës, as me Lidhjen Demokratike të Kosovës, as me Aleancën për Albaninë e Kosovës. Dhe nëse ka vullnet tjetër politik, kjo do të shihet se si do ta konsiderojnë kuvendin e Kosovës, me që ose do të ketë një dakordim politik, marrëveshje politike për kuvend, për president dhe për qeveri, që ta dim paraprakisht se si po hymë në një proces të tillë politik, apo jo. Deri me tash nuk ka pas ndonjë qëndrim serioz të formuar mirë nga asnjë subjekt politik si do të qasmi kësaj teme, dhe ne si PDK do të shohim se si do sillen aktorët e tjerë politik në vend, çfarë ndodhet që shtati i Kosovës janë lodh me mënyrën se si ne jemi duke bërë politike në Kosovë, se si jemi duke udhëheq proceset politike në Kosovë. Prandaj pat edhe sabotim mos pjesëmarrje të tyre në zgjedhjet, dhe me tha drejtën për te lodhe si qytetarëve, për këto 7 vite është lodhe Kosova, e cila është në një izolim të zgjatur ndërkombëtar, dhe cila është në një periudhë të kërcënimit të demokracisë nga brenda, nëse kemi parasysh se si kanë funksionuar institucionet gjatë këtyre 7 viteve të fundit. Ju folët për një diskutim, konsultim, po them, mes partive opozitare, PDK, LDK, AK, por kjo ka munguar në fakt në muajt e parë të këtij viti, por duhet të ketë një iniciativë nga dikush ta bëj këtë. A mund ta marrë këtë iniciativë Partia Demokratike, tiftoj në tryez, tiftoj në konsultime, që mos mbetet të gjithçka përmes mesazheve WhatsApp, siç ndodhi për zgjedhjen e presidentit, për shembull? Pajtohem plotësisht. Vitin e kaluar ne kemi qenë të vendosur që ta udhëheqmi procesin politik si Parti Demokratike, duke qenë forca e dytë, por s'ka pas vullnet politik prej subjekte tjera politike, dhe populli ja dha mandej mesazhin atyre të cilët nuk ishin kooperativ me zgjedhjet e dhjetorit. Kësaj here është ende herët që thuhet që mund apo mund mos marrë me rol, se kësaj do duhet t'i prin një fazë intensive bisedave mes kolegëve, nuk ka që s'kem pas biseda deri me tash, mirë po me që jemi në një periudhë të ndërmjetme të pritjes së rezultatit zgjedhor, duket që është e hershme që unë të shpallë që them që kjo do të jetë shasja jonë si Parti Demokratike e Kosovës. Por mendoj që aktori kryesor këtu është zoti Kurti, se PDK ka 24 deputet, ai mund të bën zgjidhje edhe me subjekte tjera politike. Aktor në vete është PDK-ja me opozitën, dhe në situatën pas zgjedhore, pyetja është se çfarë shteti duhet të ndërtojmë nga brenda, se unë nuk mendoj që këtu duhet flasim vetëm për atë se kush do të zgjidhet president, si do të formohet qeveria, si do të konstituohet kuvendi, po a duam që ta mbrojmë këtë rend kushtetues demokratik apo jo, se vitin e kaluar dhe se vjet ka pas përpjekje serioze për ta përmbysë rendin kushtetues, dhe unë personalisht jam i shqetësuar nga një gjë e tillë, dhe nëse ju thuhet jo projekteve të tilla si projekti i gazit amerikan, mendoj që janë interesa aq të mëdha strategjik që kanë bëjnë me jo vetëm pavarësinë energjetike të Kosovës, po me sigurinë e Kosovës, me sovranitetin e Kosovës. Dhe ne si parti politike nuk mund të ulmi në tavolinë pa pas një qartësi se si do të qëndrojmë për interesat e vendit, se ne nuk shkojmë kuvend vetëm për të përmbyllur ndonjë pozitë tonë qeveritare, por shkojmë në kuvend mbi gjitha dhe marrëmi përgjegjësi mbi gjitha për të përmbushur pritjet e Kosovës, të cilat në këto 6 vite, 7 vite të fundit e kanë mësuar goditjen më të madhe prej shtërimit të vendit. Dale pak tek PDK-ja, të kënaqur me rezultatin, prisnit më shumë, është stabilizuar PDK-ja dhe e kënaqur në këtë nivel? Jo, nuk jemi të kënaqur me rezultatin, se rezultati është një lloj rikthimi i PDK-s në vitin 2021. Dhe unë mendoj që Partia Demokratike e Kosovës duhet
reformohet, duhet të fuqizohet, duhet të frymëzon qytetarin, duhet të jetë një koncept politik i cili dallon prej çdo subjekti tjetër politik, sigurisht që kemi